Hajde provoje. Hajde provoje. Hajde provoje. A jepi ti. Provoje. Provoje pra. Atë shpullën. Ha provoje pra. Provoje pra. Zgjatë shpullën. Hajde provoje. Preku njëri. Hajde provoje. Preku njëri. Hajde pra provoje shpullën. Hajde provoje. Nuk e di domethënë durimin që ka Mateo kundrejt këtyre gjesteve, se të vit tjetri aty, sikur të godasi me shpull, duhet durim shumë i madh, se ka persona për shembull që mund dalin aveti aty. Se të matë tjetri me shpull, për shembull, sikur me ta fut me shpull. Nëse, gjithsesi, unë mendoj se vetëm se ishin kamerat, se Miri do të kishte dëshirën e madhe na brenda tij i buronte t'ia fuste shpull Mateos. Por duke qenë se është monitorimin e 24 orë 24 me kamera, e pengon kjo gjë ta bëj Mirin, por duhet vlerësuar, e them me sinqeritet, me sinqeritetin e plot, durimin që shfaq Mateo për shembull në këtë ballafaqim me Mirin, duke i vajtur në fytyrë e duke i bërë gjeste me shpull. 2 herë, jo 1 herë. Dhe forta është që thot kujdes mikrofonin. Shiko Mateo po thot kujdes mikrofonin. Ndërkohë, kujdes mikrofonin e kishte edhe Miri. E tha Mir Arbri, është manipulator nga ata më të, le të themi, më të pështirët në një farë mënyrë, në thonjza. Por komplimente këtij çunit Mateos për durimin që pati.